Kush është më e pasur, nëna ime apo nëna jote? Një ditë nga ditët një nxënëse e pasur i u drejtua shoqës së saj të varfër dhe i tha: "Nëna ime e bleu një makinë të re dhe ajo është më e pasur se nëna jote. Nëna ime solli në shtëpi një shërbëtore të re që ajo të përkujdeset për ne kur ajo është në punë. Pra nëna ime është më e pasur se nëna jote. Nëna ime solli në shtëpi një kuzhinier të shkathtë që të na përgatit ushqim të shijshëm. Ajo është më e pasur se nëna jote. Nëna ime solli një motër medicinale të përkujdeset për gjendjen tonë kur jemi të sëmurë. Ajo është më e pasur se nëna jote. Nëna ime na solli një mësues të ri që të na përsërit mësimet. Pra ajo është më e pasur se nëna jote." Nxënësja e varfër e ndërpreu duke i thënë: "Nëna ime na përgatit ushqimin më të mirë. Ajo përkujdeset për neve. Ajo rrit tërë natën zgjuar dhe përkujdeset për shëndetin tonë dhe ajo na përsërit mësimet tona. Krejt këtë e bën vetveteu, pa ndihmën e askujt. Më mjafton dashuria e saj ndaj neve dhe ajo është pasuria e saj më e madhe. Ajo na jep bukë të nxehtë, kurse vetë ha të djeshmen. Ajo na jep mishin e pulës, kurse vetë i ha krahët e pulës. Na jep ilaçe dhe para neve e fsheh sëmundjen e saj. Na blen rroba të reja, kurse para syve tanë i fsheh këpucët e saj të grisura. Më vjen keq shoqja ime. Nëna ime është shumë më e pasur se nëna jote."